Jo, fatikisht na për meselën të rrugës shëndet publik të qytetarëve ne bëjmë dy procese, deratizimi dhe dezinfektimi. Deratizimi është proces meselën e bëhet eliminimi i brezve dhe dezinfektimi është proces meselën e bëhet largimi i insekteve. Procesi i dezinfektimit fillon më vonë, dikun në fund në fillim dikun të qershorit. Ne tash jemi në fazën përfundimtare të deratizimit, e cili është procesi që bën zhdukjen e brezve, cilat mund të jenë përparës të shumë sëmundjeve nxitëse, dhe për këtë arsye ky proces ndodhet në gjitha bodrumet dhe kanalizimet e qytetit, dhe dikun zgjat si proces 10 ditë, domethënë dhe ky proces ka filluar tani në Prishtinë në nëntor të vitit 2023. Fokusi kryesor i ynë është domethënë sidomos lagje që janë me shumë banura, me numër më të madh, por fatmirësisht të falenderoj këtij procesi ne kemi të rrutur shëndetin publik, dhe gjatë kësaj periudhe domethënë për shembull që jam drejtor, s'kemi pas fatmirësisht në qytet as një epidemi apo ndonjë herimim të qytetarëve. Këta pas ankesat kanë qenë domethënë vazhdimisht për qytetarëve që kemi lagje dhe ne domethënë arsyeja ka qenë gjatë 3 vjetëve nuk ka bërë procesi, nuk ka ndodhur procesi fare. Gjatë këtyre 3 vjetëve është rritur numri brezve dhe ka qenë e vështirë që për një vit ku ka filluar procesi me njerë me u shkatru, por tash gjithnjë më pak, ne gjithmonë bëjmë edhe informim qytetarëve, keni pa përveç këtyre faqeve të komunës, pastaj e qesëm nëpër media, unë çdo ditë komunikoj në rrjetet sociale të mia, me qëllim që qytetarët të marrin sa më shumë informata dhe me komunikuar me neve. Që ky komunikim na ndihmon neve që çdo ankesë tyre ne kemi domethënë e adresojmë, e shqyrtojmë dhe shkojmë edhe në atë lagje ku ata kanë ankesë e bëjmë deratizimin. Jo, është procesi kontrolluar, domethënë është pajisje që vendosen ato vendosen në kanalizime ose vendosen në bodrume, nëpër bodrume vendosen në vende të caktuara që qytetarët zakonisht nuk prekun aty spreken, por vetëm brezet dhe nuk është proces, është i monitoruar në mënyrë të tillë dhe realizuar që qytetarët mos janë të rrezikuar nga ai. 10 ditë ka filluar dikun 10 ditë zgjat procesi komplet, dhe pastaj 1-2 zgjat të procesi monitorimi nëse ka ankesa apo ndonjë kërkesë veçantë qytetar. Po suksesi domethënë ta më një nuk vret, domethënë vret më vonë që s'ka numër brezve në qytet, por domethënë gjatë kësaj periudhe ne kemi pasur 2-3 ankesa me njëri që më adresoi apo në ekipit person menaxher i projektit nga kujdesi pasur shëndetësor dhe me njëri kanë ndërsuar i ndalë me ekipet e kanë bërë lagjen, e kanë qyrë ata ankesë qytetarë dhe kanë intervenuar dhe domethënë ne interesuar me bashkëpunim me qytetarët se ky proces është për qytetarët. Prandaj ne interesuar që çdo vrejtje që kanë qytetarët për këtë proces, dhe aty ku vrejnë ata, por do të ditë që ne intervenojmë në hapësirë publike në kryeqytet. Nuk mund që na për ora, na për vende ku ka se mund të ketë brez, na për ora, na për zonat rurale, por ne vetëm kanalizimin dhe bodrumet ku ka komunikim, ku ka lëvizje qytetarë. Tani ka qenë një sëmundje që është bërë të përpara është tuleremia, domethënë sëmundje shumë e përhapur, që ka qenë kryesor pas tuftës, shpesh kemi pasur, domethënë që fatmirësisht tash nuk kemi raste më me tuleremi, domethënë që nuk kemi pasur ndonjë infekcion tjetër të ushqimit apo infekcion në ushqim, nuk kemi pasur në mas që kishme qenë si pasojë kësaj përhapjes përmes brezve.